Unë do bëj një përshkrim të shkurtër ashtu siç më sugjeroi dhe kryeministri për të bërë një shpjegim në lidhje me fenomenin që ka ndodhur dhe më pas ne do t'japim edhe perspektivën e gjithë punimeve gjeologjike që kemi nisur me qëllim që të ofrojmë studimin e thelluar me të dhënat më të rëndësishme për vazhdimin e korridorit 8, ashtu dhe për sugjerimet që do të jenë shumë të vlefshëm për ARSH-n. Me pak fjalë për pjesën më të madhe të banorëve që janë këtu, zona ku ne ndodhemi, zona e Librazhdit e Prenjasit, është një zonë tipike e rrëshqitjeve. Elementi i gjeomorfologjisë, gjithë pjesa që na rrethon, është një gjeomorfologji me shpate të pjerta, me një pjerësi pothuajse maksimale. Ky është elementi i parë, njëri prej faktorëve. Faktor tjetër është litologjia, lloji i shkëmbit. Gjithë kjo pjesa me të verdhë që është shënuar në këtë hartë janë formacione të reja, quhen formacione të neogjenit edhe nga pikpamja e moshës gjeologjike. Këto kanë edhe në përbërjen e tyre zhavore, inerte, copza materialit të cilat nuk janë të cimentuara mirë. Ky është faktori i dytë i kësaj zone që lidhet me rrëshqitjet. Kjo njollë e kuqe këtu në këtë hartë është njolla e rrëshqitjes në fjalë. Por zona e Librazhdit, e Prenjasit e Spatharës, unë jam i bindur që për gjithë banorët këtu është një problem historik. Më i hershmi është janari i vitit 2026, ku Spathara ka pasur intensitet rrëshqitjesh. Nga ana e historiku të rrëshqitjeve, vazhdon prej 14 vitesh që mund t'i shikojmë edhe të dokumentuar sot në kanalet e YouTube-it apo kudo. Nga pikpamja gjeologjike, historiku i rrëshqitjeve të kësaj zone fillon që nga vitet 60-70, ku shërbimi gjeologjik ka hartat me të cilat këto rrëshqitje të kësaj forme, të kësaj madhësie janë të dokumentuara prej kohësh. Faktori i fundit që merret në konsiderat është dhe faktori i erozionit. Po unë doja të thoja që në kuadrin e analizës së plot, sot ne jetojmë në një kohë ku gjithë tyre komenteve që janë bërë është elementi i vetëm që nuk është marrë në konsiderat në mënyrën e duhur. Edhe kundrejt shpjegimit që kemi thënë për rreshjet, ky fenomen sot duhet marrë në konsiderat si një faktor determinues. Është ndryshimi klimatik. Sot periudhat e rreshjeve dhe veçanërisht në 2-3 vitet e fundit janë fal ndryshimeve klimatike në një periudhë të shkurtër kohore. 5-6 ditë deri në 10 ditë ndodhin sasirat e rreshjeve që janë shpeshherë më të mëdha se sa kanë qenë gjatë një viti apo gjatë 2 viteve. Ky është elementi kryesor, faktori kryesor për të marrë në konsiderat me rrëshqitjet siç ka ndodhur në Spathar në janar, siç ka ndodhur në zonën e Librazhdit prej 30 vitesh, ashtu siç ndodhi dhe me këtë fenomen. Fenomeni i ndryshimeve klimatike është një fenomen fondamental për të marrë në konsiderat. Në lidhje me pjesën e asaj që po bën tashmë shërbimi gjeologjik për studimin e thelluar, ne kemi paraqitur projektin ku janë llogaritur gati 480 deri në 500 metra linear shpime në anën e vrojtimit gjeologjik, veçanërisht me shtëpiat e banimit që kanë qenë afër zonës. Ne kemi vendosur reper sinjalizues të cilët japin të dhënat në lidhje me rrëshqitjen dhe kanë konfirmuar që rrëshqitja ka qenë pikërisht e kufizuar në këtë lloj zone. Shtëpia më e afërt që ndodhet në një distancë gati 80 metra, pavarësisht të linjës intensive që kemi vendosur reperët, nuk ka rezultuar me rrëshqitje. Përveç kësaj, monitorimi i zonës përveç reperëve ka dhe sot rrjetin e shpimeve. Shpimet do të fillojnë nga 30-50 metra në thellësi deri në 70 metra. Një element i rëndësishëm që po presim është studimi gjeofizik. Studimi gjeofizik do të na japi të dhëna nëpërmjet elektrometrisë se si është struktura brenda dhe se si e ka ajo të trajtuar anën e lagështisë dhe deri tek sismika se si është pjesa e rrëshqitjes. Tek shpimet, shërbimi gjeologjik do të japi rekomandimet për ARSH-n ku do të vendosen inklinometrat, të cilët do të regjistrojnë prap pjesën e rrëshqitjes në këtë zonë. Përveç kësaj, do të vendosim dhe piezometrat të cilat do të masin shkallën e lagështisë. Për informacionin e publikut, unë do t'jap një të dhënë. Me këto që ka shërbimi gjeologjik, ne kemi bërë në matjen e analizave fiziko-mekanike, matjen e lagështisë. Në gati 35% deri në 55% të kampionëve që kemi marrë, rezulton sasia e lagështisë 33% e lagështisë.
Pra do thot që e gjithë kjo strukturë në këtë periudhë që ne kemi marrë analizën ka pasur një shtim në anën e masës gati minimalisht me 1/3. Këto janë elementët kryesorë që unë doja të thoja. Projekti i shpimit, projekti i geofizikës, bashkë me gjithë elementët që ne do japim do marrim në konsiderat, do të jetë një informacion i rëndësishëm që do t'i blej ARSH-s për të vazhduar me gjurmën e duhur në korridorin e 8. Faleminderit. Zoti Bylyku, faleminderit. Të nderuar, unë nuk doja të zgjatesha më shumë për sa i përket aspekteve teknike që i sqaruan në detaje drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar, si dhe drejtori i Shërbimit Gjeologjik Shqiptar. Patjetër, siç e njoftoi e tha dhe kryeministri, për sa më përket mua si përfaqësues dhe ministër i infrastrukturës dhe energjisë, unë e di që banorëve dhe juve konkretisht që jeni banor shumë afër të kësaj zone, ju është krijuar një shqetësim për disa ditë të vazhdueshme. Ajo çfarë unë garantoj është që patjetër strukturat jo vetëm të Autoritetit Rrugor Shqiptar dhe të Shërbimit Gjeologjik Shqiptar, të Hekurudhës, por edhe të energjisë, ju e dini që është edhe spostuar një linjë transmetimi e cila është transferuar në kohë rekord për mos të krijuar shqetësime të mëtejshme nga pikpamja e energjisë elektrike. Pra janë marrë gjitha masat për të vijuar në mënyrën sa më të shpejtë të kohës qarkullimi normal, por edhe çdo lloj aktiviteti tjetër që lidhet me shërbimet utilitare, siç është edhe energjia elektrike. Unë kam dëshirë vetëm të theksoj faktin që korridori 8 që njohim ne sot është rreth 33 kilometra i kontraktuar nga Autoriteti Rrugor Shqiptar. Ka rreth 8 faza dhe në të 8 fazat ka një ecuri krejtësisht normale dhe nuk ka patur asnjë ndalesë në punimet përkatëse të këtij korridori. Madje në fillimet e tij, që është le të themi segmenti i tretë, i dytë dhe i parë që është në daljet e Elbasanit, qytetarët mund edhe të konstatojnë që tashmë janë shtruar dhe shtresat asfaltike të njëjët kërsi dhe po vijohet edhe me kërsin tjetër. Pra, gjithë ky korridor do jetë siç ju e shihni në dalje të Elbasanit. I vetmi ndalesë ka qenë në këtë aksin këtu, pra në këtë 150 metrash, dhe vetëm ky aks këtu do ketë ndalesë derisa Autoriteti Rrugor Shqiptar, siç e njoftoi dhe drejtori i autoritetit, të bëjë rrugën sekondare që është rreth 1.3 kilometra që do lejojë kalimin normal të mjeteve derisa kontraktori të vazhdojë punimet dhe në këtë segment. Ky është një korridor dhe ndër veprat më të rëndësishme infrastrukturore të Shqipërisë, që e fut në një fazë tjetër zhvillimi jo vetëm të kalimeve të automjeteve qytetarë, por dhe ekonomik, sepse bën ndërlidhjen e Shqipërisë me gjithë pjesën tjetër të rajonit të Ballkanit. Ajo çfarë mund të garantoj është që thjesht gjitha segmentet e tjera janë duke ecur sipas fazave kontraktore. Ne për aq sa kanë këto kontrata detyrë presim që brenda një viti përveç këtij segmentit këtu të kemi mbylljen e tyre sipas afateve kontraktore dhe do vazhdojmë me ritmet përkatëse të duhura, siç janë edhe duke punuar tashmë në gjitha pjesët e këtij korridori. Faleminderit. Duhet vë theksin këtu tek rëndësia e këtij korridori dhe duhet ta sjell në vëmendjen e gjithë atyre që mbase nuk e din, por ta risjell edhe në vëmendjen e atyre që e din këtë fakt, që korridori 8 ka qenë një korridor prej kohësh i kuptuar edhe i deklaruar strategjik për vendin ton, por nuk ka qenë i pranuar nga Bashkimi Evropian si një korridor evropian. Dhe arsyeja ka qenë se jo të gjitha vendet e Bashkimit Evropian e dëshironin këtë korridor. Dhe ka pasur gjithmonë refuzim nga ana e Bashkimit Evropian për ta përfshirë këtë korridor në korridoret evropiane, sepse përfshirja në korridoret evropiane i jep një korridori vlerën si një aset i Bashkimit Evropian. Dhe duke qenë një aset i Bashkimit Evropian, korridori bëhet edhe i financueshëm nga fondet
europiane apo nga fondet që mund të merren nga organizmat financiare europiane. Dhe faktikisht ka qenë puna jon, ka qenë diplomacia jon, ka qenë këmbgulja jon që në summitin e zhvilluar në Tiranë mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor disa vite më parë, ky korridor u fut në rrjetin evropian të korridoreve. Dhe natyrisht që duke u bërë kjo, jo vetëm u kuptua natyra strategjike e tij, por edhe u vulos rëndësia strategjike e korridorit, i cili faktikisht së bashku me portin e ri të Durrësit garanton një aks tjetër lëvizje të mallrave dhe të njerëzve nga lindja drejt perëndimit. Një aks të drejt për drejt, më të shpejt, me kosto më të ulët dhe patjetër edhe me efikasitet më të lartë në çdo aspekt. Keni parasysh që paralelisht korridori duhet të ndërtohet edhe në vendet që i kemi ngjitur apo më pas praktikisht në Maqedoninë e Veriut dhe në Bullgari. Dhe nuk e di a e keni ndjekur, por është ndërtuar një program bashkëpunimi 4 palësh, ku është e përfshirë dhe Italia, pikërisht për rëndësinë strategjike të korridorit të 8. Nga ana tjetër, korridori 8 është një korridor i cili përpara pak kohësh është përfshirë edhe në korridoret e lëvizjes së forcave ushtarake të NATO-s, gjë që i arrit edhe më shumë vlerë, gjë që e bën edhe më të rëndësishëm si aset strategjik, jo vetëm të Bashkimit Evropian, por edhe të NATO-s. Dhe përpjekja jonë për ndërtimin edhe të një krau ushtarak të portit e bën korridorin, do ta bëj korridorin edhe më të rëndësishëm dhe patjetër që do të rrisi në fund fare në mënyrë të jashtëzakonshme vlerën e tij, por edhe vlerën e pronës përreth tij dhe patjetër edhe impaktin e tij ekonomik dhe social. Kjo është një vepër shumë e madhe për të zhytur në baltën e makinerisë që çdo ditë nuk bën asnjë gjë tjetër, vetëm prodhon balt. Dhe në ndërkohë, në vendin fshin këtu, në Greqi, ku është ndërtuar jo shumë vite më parë një nga autostradat më spektakolare, rrëshqitja që ka ndodhur është shumë herë më e madhe dhe më e gjatë nga pikpamja lineare se sa kjo rrëshqitja këtu. Nuk ka ndodhur në ndonjë aks të vjetër siç ka ndodhur këtu, ku s'ka asnjë lidhje me impaktin e ndonjë punimi apo siç thoshin gjithollogët e tenxhereve me marrjen e zhavorit nga lumi, se duhet të jesh jo thjesht ignorant, po duhet të jesh dhe një maskara shumë i madh që ti frysh veshët njerëzve me të tilla broshkulla. Por maskarallëku i atyre që bëjnë këtë punë për ditë, disa paguhen nga taksat e popullit si përfaqësues të popullit, po në fakt nuk janë përfaqësues të popullit, po janë përfaqësues vetëm të ikuri fare nga mendja e kokës. Disa të tjerë paguhen në dorë, në të zezë për ta bërë këtë punë natën, nëpër ato klubet mediatike, ndërkohë që faktet janë këto. Dhe rrëshqitja atje
në anën tjetër, ka ndodhur tek aksi i ri. Dhe ka ndodhur pikërisht për të njëjtin fenomen që e shpjegoi drejtori i shërbimit gjeologjik. Dhe këto fenomene gjithmonë më të pranishme sot në jetën e vendeve, nuk mund të përdoren për të fajsuar dhe për të përbaltur dynjan, edhe për të nxirr jetën e njerëzve që nuk hapin dot televizorin, nuk hapin dot pasqyrën e celularit për të marrë një haber, se marrin vetëm balt, ndërkohë që në anën tjetër, ku nuk shquhen për në një qetësie, për në një durim të madh, se nuk janë suedez, janë njësoj si ne, grekët, nuk kam parë unë të ngrihet në një uturi balte ndaj qeverisë për atë rëshqitje. Kjo është e vërteta në të gjithë këtë histori. Gjithsesi, ne jemi këtu për t'i garantuar të gjithë që jemi shumë të vetëdijshëm për dëmin që i shkaktohet njerëzve nga ndryshimi i ritmit të jetës, jemi shumë të vetëdijshëm për pengesat që shkaktohen dhe për të garantuar që puna këtu nuk ndalet dhe vazhdon pa pushim në mënyrë që ta bëjmë sa më shpejt korrigjimin e këtij segmenti dhe mbylljen e kësaj plagë. Por ama duhet ta bëjmë shpejt, por duhet ta bëjmë mirë. Drejtori i shërbimit gjeologjik shpjegoi proceset, janë procese që kërkojnë kohën e tyre në të gjitha rastet, nuk mund të bëhen brenda ditës. Kështu që do ta bëjmë sa më shpejt, por do ta bëjmë mirë, në mënyrë që kjo plagë të mbyllet përfundimisht. Dhe duke e mbyllur, po ja kaloj fjalën për të bërë konkluzionet zotit Demo, edhe në funksion të koordinimit më të ishëm me bashkitë, ndërkohë që me që kemi ardhur këtu, nuk kemi ardhur thjesht që t'ju mbajmë një fjalë edhe t'ju japim ca informacione dhe t'ikim, ndjehuni të lirë të bëni çdo pyetje që keni për këtë ose për çdo gjë tjetër që keni, se jemi këtu dhe është mirë ta shfrytëzojmë këtë rast edhe për çështje tjera, nëse ju dëshironi të ngrini çështje të tjera.